agjerimi nuk është një proces shumë i vështirë. Ne fëmijët tanë janë duke u ballafaquar këtë çështje kam ngritur edhe në Kuvendin e Kosovës, sa kam qenë deputet, pasaj edhe pas përfundimit të mandatit, se shëndeti publik i fëmijëve tanë është i rrezikuar nga shumë faktorë, radhë të parë nga peshat e rënda të çantave të tyre që po rrezikojnë shumë shëndetin e tyre, shtyllën kryqëzorët e tyre. A ka mundur politika, si unë vetë jam pjesë e politikës Kosovës, a ka mundur të bëjë ndryshime pozitive të ruajë shëndetin e fëmijëve? Ka mundur. Pse nuk e kanë bërë? Dihet e kam thënë publikisht e them atë jo që prioritet për ata që kanë udhëhequr dhe me arsimin edhe me qeverit ka qenë pozita e nuk ka qenë shëndeti i qytetarëve të Kosovës. Do të thotë adoleshentët tanë, fëmijët tanë janë të rrezikuar nga shumë sëmundje në vendin tonë, në radhë të parë nga lëndimet e shtyllës kryqëzore si pasojë e çantave të rënda. Këtë rast agjerimi nuk hyn në atë kategori që ta rrezikojë shëndetin e tyre, kur e dim që sot fëmijët nivel Kosovë po dhe nivel global po konsumojnë substanca shumë të dyshimta, shumë toksike. Pjesë e madhe e ushqimit të tyre janë pijet sheqernat e dëmshëm, që thash pijet lëngjet të cilat përdorin jo vetëm në Kosovë, po kudo në botë janë të dëmshme, e në veçanërisht lëngjet e gazuara. Ato është e papërshkrueshme se çfarë dëmi bëjnë organizmit të fëmijës. Në raport me agjerimin nuk mund të krahasohet, domethënë dëmi që i vjen organizmit të fëmijës nga lëngjet e gazuara dhe lëngjet e ëmbla është disa herë më i madh se sa agjerimi. Përkundrazi agjerimi e pastron organizmin, që thash më herët, e pastron organizmin e adoleshentëve nga ato toksine, nga ato substanca të dëmshme. Por edhe kjo është përgjigje relative. Pse? Varësisht prej moshës, varësisht prej organizmit, varësisht prej imunitetit të fëmijëve, nga se ka fëmijë që janë pak më të zhvilluar, ka disa të tillë që nuk mund ta përballojnë, por në aspektin mjekësor primar është shëndeti i fëmijës. Nëse shëndeti i tyre lejon në agjerimin, që nuk është një proces i rënd, mund të agjerojë. Ndërsa në aspektin fetar i dim në moshat të cilat e kanë obligim të agjerojnë dhe nuk e kanë obligim të agjerojnë. Cilat janë shenjat alarmuese që mund të paraqiten gjatë agjerimit dhe që janë shenjat që agjerimi duhet të ndërprehet? Në kushte normale, nuk mund të ketë ndonjë shenjë alarmuese të pacientët që nuk vuajnë nga një sëmundje kronike. Ndodh paraqiten kokëdhimbje marament, se kryesisht të pacientët të cilët vuajnë nga migrena kokëdhimbjet, mund paraqiten se migrena nuk i duron dy fenomene, nuk i duron çrregullimin e gjumit dhe çrregullimin e orarit të ushqimit. Kështu që pacientët të cilët apo personat të cilët kanë probleme me migrenë, duhet që çush para fillimit të procesit të agjerimit Ramazanit fillojnë ta ndryshojnë ritmin e jetës që të përgatiten të hinë agjerim. Nga se nëse ata kanë hungur në orar tjetër gjatë ditës, tash duhet përgatiten që të fillojnë me orar tjetër të ushqimit, në mënyrë që të shmangen kokëdhimbjes. Ndërsa në rastet e pacientëve me sëmundje kronike të agjerimi janë më së shumti ata të cilët i ndjejnë në aspektin negativ të agjerimit janë pacientët të cilët vujnë nga diabeti. Në këtë rast, pacientët të cilët vujnë nga diabeti, nëse shohin që gjendja tyre po keqësohet, ka filluar të bie niveli i glukozës, ne i themi sheqerit në gjak, ka filluar dridhjet e trupit, ka filluar djersitjet e ftofta, atëra i duhet me njëherë të ndërpres agjerimin dhe të konsultoj mjekun e vetë sa guxon të vazhdoj ditën tjetër. Nëse gjendja e tij shëndetësore nuk e lejon, atëherë ai lirohet nga ky obligim, nga se thash më herët, neve mësimet fetare na mësojnë që shëndeti i njeriu është rreth parë. Kështu që ata persona që më shumë të prekin, nëse mund të themi, në aspektin negativ, pasojat e agjerimit janë pacientët të cilët vujnë nga diabeti, por jo të gjithë, varësisht çfarë shkolle kanë të diabetit edhe. Doktor, çfarë duhet të konsumojmë në iftare në syfyr që agjerimi të jetë sa më i lehtë, po dhe sa më i shëndetshëm? Unë mendoj që kur më shumë se sot nuk i kemi para vetes mësimet sa i përket ushqimit, nga se edhe shkenca ka zhvilluar, por dhe mjetet e informimit dhe teknologjia. Ajo që është më rëndësishme të përdorim kryesisht fruta, sa më shumë qoftë ema apo perime në iftar, po edhe në syfyr, ushqimet e lehta, t'i shmangemi ushqimeve të rënda, t'i shmangemi i ndyrnave, t'i shmangemi ushqimeve të cilat vinë të fërguara nga skarat e ndryshme, t'i shmangemi pijeve të gazuara dhe pijeve të ëmbla të cilat vërtet janë shumë të dëmshme,
por në vend të tyre të përdorim ujin dhe çajrat e ndryshme, edhe çajrat kur përdoren, më së miri është të përdoren me sa më pak sheqer, nga se sheqeri, e thash më herët, është dëshmuar shkencërisht që ndër shkaktarët e shumë sëmundjeve dhe kancerit në vitet e fundit është abuzimi me sheqerna të ndryshme dhe i ndyna. Prandaj edhe në kohën e iftarit, edhe në kohën e syfyrit, ushqimet duhet të jenë të lehta, mundësisht jo të pasterizuara, të jenë natyrale, ashtu si janë, jo të merren të konzervuara, që ne kemi, apo të përdorim si ne i quajmë në žargonin ton fast food, apo t'i marrim të tilla në marketet që janë ushqime të gatshme, nga sa ato përveç që janë përmbajnë substanca të larta, të cilat nuk janë të mira, nga se ato substanca i shtohen aty në produkteve për me rujtje gjatësinë e tyre. Dhe substancat që përdoren në mënyrë industriale për me rujtje gjatësinë e produktit, i cili është i paketuar apo ambalazhuar, ato substanca janë shumë toksike. Për atë arsye ne nuk guxojmë të përdorim shumë ushqime të pasterizuara, por të jenë ushqime natyrale, jo të fërguara, jo të ndryshme, jo nga skara, por kryesisht të zira, dhe mundësisht që në kuzhinat tona të dominon vajnat natyrore siç është vaji i ullirit. E dim, ndoshta pak është më i shtrejt në treg, por ajo që është më rëndësishme që ne sot përdorim shumë substanca të cilat janë të dëmshme, po i përdorim çdo ditë. Për shembull, unë e marr një krahasim, fatkeqësisht në Kosovë është zhvilluar shumë duhanpirja, shumë qytetarë përdorin duhanin dhe mesatarisht prej atyre që përdorin duhanin, çdo qytetar në ditë konsumon 3 euro deri në 4 euro një pakot duhan. Tash imagjino çmimin e një pakot duhanit me 1 litër vaj të ullirit, skrahasohet sa është mashtraj duhani. Dhe jo vetëm që është mashtrajt, po sa më dëmshme se vaj. Prandaj, nëse arrim ta menaxhojmë dhe të zgjedhim ato që është e mirë për shëndetin ton, do të na del shumë më e lirë kosto mujore se sa ajo që ne jemi duke vepruar sot me produkte të dëmshme, me duhan, me langje, me pije të gazuara. Këto janë jo vetëm që janë të dëmshme, por janë edhe shumë të shtrejta.